Shqipëria, një nga destinacionet më të lakuara në Ballkan, për bukuritë e saj natyrore dhe trashëgiminë kulturore, po përballet me sfida serioze në sektorin e turizmit. Eksperti Leonard Maçi ka ngritur shqetësimin për abuzimet me çmimet në disa prej zonave më të vizituara të vendit, duke theksuar nevojën urgjente për ndërhyrje nga autoritetet shtetërore dhe pushteti vendor. Sipas tij, qytete me vlerë të jashtëzakonshme turistike si Gjirokastrat e Himara nuk janë më të preferuarat e turistëve si dikur për shkak të çmimeve të larta të akomodimit dhe shërbimeve. Kjo ka sjellë një rënje të ndjeshme të fluksit turistik, duke prekur ndjeshëm ekonominë lokale. Po të shkojmë sot në Gjirokastër, do të shohim që vetëm 30% e kapaciteteve të hoteleve po shfrytëzohen, pjesa tjetër rreth 70% është bosh për shkak të çmimeve të larta. Po ashtu, në plazhet e Himarës ka boshatisje, nuk është më ai fluksi që kemi parë vitet e kaluara, deklaroi Maçi në një intervistë. Ai vuri në dukje një problem të përsëritur në turizmin shqiptar, mungesa e rregullimit të çmimeve. Sipas tij është thelbësore që pushteti vendor të vendosë një tavan dhe dysheme çmimesh për të frenuar abuzimet dhe për të ruajtur konkurrueshmërinë e Shqipërisë në tregun rajonal të turizmit. E di mirë se çfarë është problemi, çmimet. Pse nuk ndërhyn pushteti vendor për të vendosur kufi të qartë në tarifat e akomodimit? Nuk mund të kërkosh 150 euro nata në një qytet ku niveli i shërbimit nuk është proporcional me çmimin. Në këtë mënyrë, turistët zgjedhin alternativa më të lira ose kalojnë kufirin drejt vendeve të tjera, theksoi eksperti. Maçi theksoi gjithashtu një paradoks të habitshëm, ndërkohë që destinacionet e bregdetare dhe qytetet historike po zbrazen, Tirana po përjeton një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve. Megjithatë, kjo kategori turistësh nuk përfaqëson konsumatorin elitar apo tradicional që shpenzon për hotele të shtrenjta apo restorante luksoze. Sot, të ardhurat më të mëdha në turizëm po vijnë nga turistët që konsumojnë kozë dhe byrek. Turistët po qëndrojnë në dhoma me qira në Tiranë me çmime të ulta, duke gjeneruar një mesatare prej vetëm 3.8 eurosh në ditë për shtetin shqiptar. Ky është një alarm, u shpreh Maçi. Ai shtoi se Shqipëria vazhdon të jetë një vend i lirë në aspektin e ushqimit në restorante, por çmimet në supermarkete dhe hotele janë jashtëzakonisht të larta. Kjo disbalancë që ndikon negativisht në përvojën e turistëve dhe po i largon ata nga vendi, duke i shtyrë të kërkojnë alternativa më të lira në rajon si Malezi, Maqedonia e Veriut apo Greqia. Është e papranueshme që në një vend që synon të jetë mikpritës për turistët, të mos ketë mekanizma kontrolli mbi çmimet. Ky është një sabotim i heshtur i turizmit nga brenda. Duhet një strategji kombëtare për mbrojtjen e konsumatorit dhe rregullimin e tregut, përfundoi eksperti. Apeli Leonard Maçi të vjen në një kohë ku Shqipëria synon të rrisë të ardhurat nga turizmi dhe të pozicionohet si një ndër destinacionet më të kërkuara në mesdhe. Megjithatë, nëse çështje si abuzimi me çmimet, mungesa e transparencës dhe disbalanca në ofertë nuk trajtohen me seriozitet, vendi rrezikon të humbas terren në një treg gjithnjë më konkurrues. Turizmi mund të jetë një motor i fuqishëm për ekonominë shqiptare, por vetëm nëse udhëhiqet nga politika të shëndrueshme, të ndershme dhe në dobi të vizitorëve.